Edhe opozita e pas ka votu në kuvend me jep 13.000 euro Shkëzen Gashit. Marre për besë. Për librin që i shty narrativat e Serbisë dhe që gabimet të NATO-s gjatë luftës i shënën si masakra, e keni në aneksin 4 të librit. Ta shbëra qitaku duke mundu me arsyetu vetën, pas ka thënë atë që e kemi votu nuk e reflektën atë që ka kemi pa në shesh. Marre, e ke votu e se ke lexu për mbajtjen hala ma marre, sepse deputeti është aty me lexu e jo me votu për mensh. Alan Tahiri e pas ka votu pa ashtu Shkëzen Gashin, e sot pas ka dalë në protest me veteran. Nuk shkon kjo heq. Nëse disa prej tyre kanë votu dhe Dimal Bashënës, po bevasohemi shumë. Edhe parti tjera opozitare që kanë votu Shkëzen Gashin në kryesi marre për gjithë bashk. Opozita, në vend që me dalë me arsyetu sët, pse kanë votu këtë Shkëzen Gashin, ishte desh me thirr protest masive e jo me alo veteranëve me u merr me këtë punë. Protesta e veteranëve ishte në rregull, por pa mbështetje politike, ajo nuk mund të masivizohet. Për deputetët e opozitës është shumë lehtë me dalë 2 metra prej zyrës tyre, sikur sot në protest, pasi që kanë votu Shkëzen Gashin, e mu bo kështë po protestojna. Në vend të këtij impenjimi minimal, me dalë protestë të veteranëve 2 metra larg zyrës të tyre, opozita duhet me organizu protesta masive. Dhe jo vetëm sot, për çdo ditë, sepse projekti i Shkëzen Gashit e fyen një popull të tonë. Por hajo merr mendja që kjo opozit me që organizon protesta. Kur hiq, shumë pak e besueshme. E njëjta opozit që ka votu këtë projekt në kryesi të kuvendit nuk bind që mundet me dalë në rrugë masivisht. Këta mjaftohen me konferenca për shtyp, statuse në Facebook, edhe pastaj vazhdon jeta atyre në për dreka, darka, restorane e hotele. Prandaj Kurti, Shkëzen Gashi dhe të tjerët si ta ndihen komod, super komod, sepse kjo opozit nuk del nga zona vetë e komfortit. Nuk është opozit reale, por është vetëm dekor politik. Prioritet për ta nuk është kauza, por jeta luksoze. Me një opozit tjetër për një me, ky do të ishte fundi i Kurtit. Do t'ja drejtet themelet Kurtit, sepse libri Shkëzen Gashit, siç e thash, e fyen komplet një popull. Mirë po s'kemi opozit. Kurti e dën këto dhe sot është i relaksuar në konferencë për shtyp, u përgjigje për skandalin Shkëzen Gashit, shumë i qetë, i relaksuar, so aty fliste për një ngjarje diçka periferike në ndonjë fshat të Kosovës. Thjesht kjo opozit është jashtë funksionit opozitor si instrument mobilizimi dhe presioni politik. Pra kemi të bëjmë me një deficit të theksuar të legitimitetit përfaqësues të tyre dhe mungesë të madhe të koherencës strategjike. Po nejse shihet qartë se këta nuk e kanë ngale. Këta votojnë Shkëzen Gashin vend që me dalin mja koll librat në shesh, këta dalin 2 minuta në protest sa me ik qafësh veteranët edhe i kthejen jetës luksoze në mbrëmje. Si mës me qenë Kurti i relaksum? Si mës me qenë i relaksum përderisa si qytetar ne mbesim të dëshpëruar e të pa shpresë edhe pas këtij provokimit të Serbisë përmes Shkëzen Gashit.